Ju njoftojmë se si pasojë e rreshjeve të dendura atmosferike të ditëve të fundit në 3 njësitë operative të kompanisë Prizren, Suharekë dhe Malishev, është evidentuar arritje konsiderueshme e turbullines së burimit të furnizimit me ujë të pijshëm, me ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë dhe sigurinë e furnizimit. Gjendja aktuale sipas njësive operative. Njësia operative Prizren ka përmirësim të gjendjes së kualitetit të ujit në burime, edhe pse gjendja e turbullimit ende nuk është në standardet e lejuara. Gradualisht kemi filluar të lëshohen në rrjetin e furnizimit. Apelojmë që konsumatorët të mos shfrytëzojnë ujin për pije, por vetëm për nevoja sanitare deri në njoftimin e radhës. Njësia operative Suharekë, gjendja rezulton stabile përveç fshatrave Studençan dhe Doperdolan. Njësia operative Malishev është dhe pse ka rënje të nivelit të ujrave, burimet vazhdojnë të jenë ende të ndotura. Kompania është duke bërë pastrimin e burimeve. Njësia operative Dragash vazhdon të jetë stabile, për çdo zhvillim të ri konsumatorët do të njoftohen me kohë.